Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e MCN Televizion, emisionin Fact Check dedikuar zhvillimit të aktualitetit të javës që po lëm pas, por jo vetëm. E teksa mbyllet kjo javë, raporti OSBE-ODIHR ka hedhur dritë mbi procesin e 11 majit. Në fakt është një proces i cili ka marrë si notë ngelëse, po ashtu edhe notë kaluese. Zgjedhje konkurruese, por me mjaft probleme, thot ky raport. Dhe emisioni Fact Check ka dedikuar një insert për të lexuar se çfarë thot raporti në gjetjet e tij. Nis me zgjedhjet dhe mjedisin politik. Sipas raportit, zgjedhjet ishin konkurruese të menaxhuara në një mënyrë të mirë dhe profesionale nga administrata, por me një mjedis politik shumë të polarizuar, jo vetëm nga selit politike, por edhe në terren, çka ishte krejt e lexueshme dhe e kuptueshme. Sipas raportit, menaxhimi i zgjedhjeve të 11 majit ishte transparent, pozitiv, me përfshirje në menaxhimin e procesit të Komisionit të Zgjedhjeve, i cili u cilësua efektiv dhe me një veprimtari të hapur. Ndërsa për herë të parë ka dhe një koment për votën e diasporës, e cila u menaxhua mirë pavarësisht problemeve dhe marrëveshjes së vonë politike për t'i hapur dritën jeshile këtij procesi mjaft rëndësishëm. Fakt e njohur si vota diasporës, ku afro 250.000 shqiptarë kërkuan të drejtën nëpërmjet regjistrimit në platformën online për të votuar dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre e ushtruan këtë të drejtë vote. Përdorimi i aseteve publike dhe presioni mbi votuesin mbetet një problem i kahershëm në proceset zgjedhore shqiptare, sipas këtij raporti të ndërkombëtarëve, edhe në këto zgjedhje, pra më 11 maj, ishte i pranishëm si përdorimi i aseteve publike, si ashtu edhe presioni mbi votuesin, atë që masivisht është pjesa e administratës publike. Ndalur tek fushata dhe media, raporti gjen probleme, duke thënë se nga gjithë garuesit, ata që ishin më të pranishëm ishin dy forcat kryesore politike, pra majoranca e opozita, ndërsa pjesa tjetër nuk ishte aq e pranishme për të arritur deri tek ndikimi dhe bindja për t'i dhënë votën votuesit shqiptar, ndërsa gjen si problem edhe pronësinë e medias që vazhdon të jetë thuajse në çdo raport të OSBE-ODIHR-it apo ndërkombëtarëve për zgjedhjet. Polarizimet e tonat e fushatës ndalen tek etiketimet, fyret apo bullizimet që ishin ndërmjet kampeve politike, liderëve kryesor politik, qoftë kryeministri Edi Rama apo qoftë kreu të opozitës, zoti Sali Berisha, ndërsa raporti mbyllet me atë që nuk mungon thuajse në asnjë palë zgjedhje, rekomandime. Pikërisht në këtë raport janë plot 25 të tilla, ajo çka mbetet pas çdo zgjedhje, a thua se gjithmonë fajin e ka kodi, kërkohet një kod i ri elektoral me konsensus nga të gjitha palët. Në fakt, politika ka lexime të ndryshme. Opozita e cilëson këtë raport si një vulosje të fatit të zgjedhjeve, ku sipas aktorëve politik të opozitës ishin gjithçka ishte denoncuar tashmë faktua, ndërsa majoranca ende nuk ka një koment final, por e cilëson siç ky raport nis, zgjedhje konkurruese, pra ka nevojë për ndërhyrje dhe ata bëjnë një ftesë që palët dhe politika të ulet së shpejti në tryezë. E bëm hyrjen e Fact Check në këtë formë për shkak se kemi dedikuar procesit zgjedhor dhe aktualisht Shqipëria ndodhet në një tjetër proces zgjedhor, dhe pse i pjesshëm dhe lokal, zgjedhjet e 9 nëntorit 2025 do të mbahen vetëm pak ditë më pas dhe do duhet që qytetarët e pushtetit lokal të 5 bashkive të votojnë. Gjithçka nisi në fakt me 6 bashki, po përtej kësaj ne kemi përgatitur një insert zgjedhjet e pjesshme të pushtetit lokal. Le ta ndjekim materialin. Zgjedhjet e pjesshme lokale në vend u kushtëzuan së shumti nga fati i kryebashkiakut Veliaj, i cili nuk arriti të bindë drejtësinë për ta liruar, ndërsa më 11 shtator kryeministri hapi rrugë shkarkimit të Erion Veliajt. Ai kërkoi Këshillit Bashkiak Socialist ta nisë këtë procedurë. E pas një vendimi me shumicë votash, Veliaj u shkarkua dhe nëpërmjet kryeministrisë, presidenca u njoftuar për 6 vakanca: Tiranë, Berat, Burrel, Tepelen, Cerrik, Vlorë. E teksa për 5 bashki, arsyeja ishte e njëjtë. Largimi i qytetarit të parë drejt parlamentit apo Këshillit të Ministrave për Tiranën u bë shkak mungesa e Veliajt në detyrë për mbi 3 muaj. Më 1 tetor 2025, presidenti Bajram Begaj dekretoi datën 9 nëntor 2025 për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme lokale në këto 6 bashki.
Në dekret u përfshin të 6 bashkitë, me theks që për Tiranën situata juridike ishte e diskutueshme. Në rastin e Tiranës, kryetari i shkarkuar Erion Velia ankimoi dekretin në kushtetuese, teksa me vot unanime të 9 gjyqtarëve më 9 tetor 2025 u pezulluan zgjedhjet në Tiranë deri në vendimin final që do të jepet pas seancës së 31 tetorit 2025. Kështu, sipas institucioneve zgjedhore, më 9 nëntor do të zhvillohen zgjedhje për vetëm 5 bashki përjashtuar Tiranën, përderisa procesi për Tiranën mbetet i ngrirë në pritje të vendimit të kushtetueses. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi projekt vendimin që fushata elektorale për këtë zgjedhje të nisë më 1 nëntor 2025. Afatet, regjistrimi i subjekteve politike deri më 11 tetor, kandidatura deri më 19 tetor. Subjektet kryesore kanë bërë publike listën e kandidatëve me të cilët pretendojnë të marrin drejtimin e qyteteve. Për Tiranën, Ogerta Manastiriu nga Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar mbështet Florian Binaj. Për Vlorën, Brunilda Mersini nga Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Opozita në Vlorë mbështesin Dionis Sotën. Për Tepelenën, Gramo Sako, Partia Socialiste, Partia Demokratike mbështet Gabriel Gumën, një arkitekt 26 vjeçar i kthyer në vendlindje. Për Beratin, Ervin Ceca, Partia Socialiste, Pavlo Shkarpa që po kërkon ndryshim në drejtimi lokal dhe ka mbështetjen e opozitës. Për Cërikun, Florenc Doka nga Partia Socialiste, Partia Demokratike mbështet Amarildo Hoxhën, mjek i ekipit të futbollit Elbasanit. Për Matin, Altin Bojni, Partia Socialiste, Partia Demokratike mbështet Eduard Brahlikën, avokat. Fushata do të jetë relativisht e shkurtër, vetëm pak ditë nga njoftimi publik deri më 9 nëntor, ndërsa zyrtarisht ndryshe nga zgjedhjet e 11 majit kur u ngrit një strukturë për integritetin e procesit mes SPAK, policisë, KQZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme, fakt-check mëson se më 9 nëntor nuk do të ketë një instrument të tillë. Ishte ky materiali që ndoqëm, fillimisht do duhet ishin 6 bashki, janë përzgjedhur 5 për shkak se ka një proces i cili kushtozon me pezullim nga gjykata kushtetuese zgjedhjet në kryeqytet, çka do të thotë që Tirana ende nuk ka një datë për zgjedhje. Kur do ta ketë një datë për zgjedhje? Ne kemi intervistuar dhe kreun e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, zotin Ilirian Celibashi, dhe do ta kemi përgjigjen e tij. Ndërsa materiali i dytë i përgatitur për këtë transmetim të kësaj premte i përket kush do të votojë, si do të votojë dhe cilët janë ata që garojnë. Për herë të parë kemi në këto zgjedhje kandidatët e pavarur, por ata që mbështeten nga organizime apo nismat e qytetarëve, nëse majoranca ka dalë me emra konkret dhe mbështetje politike për kandidatet e saj, opozita ka mbështetje politike, por regjistrimi i tyre do të jetë si kandidati pavarur. Le ta ndjekim insertin. Në zgjedhjet e pjesshme më 9 nëntor 2025 do të marrin pjesë 6 subjekte politike nga qindra parti që ekzistojnë në Shqipëri. Emisioni Fact Check mëson se subjektet që janë regjistruar pranë KQZ-s janë Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia e Lirisë, Partia Lëvizja e Legalitetit, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet. Ndërsa nga komitetet nismëtare rezultojnë deri më tani 2 kandidatë përkatësisht në Berat dhe Vlorë, Dionis Sota në Vlorë dhe Pavlo Shkarpa në Berat. Në këtë zgjedhje, identifikimi i zgjedhësve, siç mëson Fact Check, do të jetë biometrik, pra me ID-n dhe gjurmët e gishtave nëpërmjet KQZ-s dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë, që është dakordsuar që të mos ketë asnjë moment të ndërprerje të rrymës. E teksa ende lista zyrtare e zgjedhësve s'është publikuar, Fact Check mëson se deri më datë 9 nëntor, kush do të ketë një pengesë apo mospraninë të emrit do mund t'i drejtohet gjykatës së juridiksionit të zakonshëm, dhoma civile, për të fituar të drejtën e votës. Ndërsa të drejtë vote kanë mbi 385.000 zgjedhës në 5 bashki, në 4 prej tyre do të votojnë edhe të dënuarit dhe të paraburgosurit, përkatësisht në Berat, Vlorë, Tepelen dhe Burrel. Më 9 nëntor do të ketë proces zgjedhjesh në 5 bashki, në një total prej 472 qendra votimi me 334.539 zgjedhës, por kjo shifër mund të ndryshojë në varësi edhe të lejeve që do t'jap gjykata në rast të kërkesave. Në zgjedhjet e 9 nëntorit, asnjë emigrant nuk do të mund të votojë nga jashtvendit, por cilido prej tyre që ka emrin dhe rezidencën në ndonjërin prej 5 bashkive mund të paraqitet fizikisht. Kemi ndjekur këtë material ku subjektet politike të regjistruara deri më tani pranë Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë 6, janë 2
kandidat të pavarur, Dionis Sota në Vlorë dhe Pavlo Shkarpa në Berat, që rezultojnë me mbështetjen e komiteteve nismëtare, ndërsa në kryeqytet është Florian Binaj, nga ana tjetër ka edhe në qytetet e tjera bashki të cilat ka të pavarur, por Tirana mbetet themra e kilit. Përballja ndërmjet Ogerta Manastirliu dhe Florian Binaj vazhdon të jetë në fushat elektorale, por zyrtarisht pa një datë zgjedhjesh, për shkak se më 31 tetor së pari duhet përgjigjet dhe të jap një vendimarrje gjykata kushtetuese dhe shtëruese në fakt nëse do të caktojë një datë të re apo jo zgjedhjesh, apo do të mbetet institucioneve të flasin pas vendimit gjykatës kushtetuese. Ne do të ndjekim tashmë një pjesë të parë të intervistës me kreun e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, zotin Celi Bashi, për të dhënë një përgjigje se a është gjithçka gati për datën 9 nëntor, a ka apo jo KQZ-ja një pavarësi politike përsa i përket menaxhimit të këtij procesi dhe si do të jetë përdorimi i inteligjencës artificiale. Le ta ndjekim. Zoti Celi Bashi, faleminderit që na dhatë këtë mundësi. Faleminderit edhe juve për ftesën. Nga kjo e premte janë plus minus 15 ditë duke llogaritur edhe heshtjen zgjedhore. A mund të jetë gjithçka gati për 9 nëntor për 15 ditë? Se sytë tashmë janë nga ju. Thuaj se çdo gjë është gati për zgjedhjet e datës 9 nëntor në 5 bashkit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thuaj se ka ose është në proces të përfundimit të përgatitjeve për këto zgjedhje, të infrastrukturës, logjistikës, akteve rregullatore dhe çdo elementi e çdo aspekti tjetër që lidhet me këtë proces zgjedhor. Jo vetëm politika, grupet e interesit, po jo pak edhe ju si institucion jeni me syt nga gjykata kushtetuese aty ku pritet që më 31 tetor të shprehet për një dekret që u vuri juve në lëvizje dhe pjesërisht është ende në fuqi. Nëse gjykata kushtetuese do të thotë po, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mund t'i vijojë proceset e për zgjedhjet në kryeqytet, mund të kapet afati? Zgjedhjet për kryetar të Bashkisë Tiranës në datën 9 nëntor, sikurse u dekretuan nëpërmjet dekretit të Presidentit të Republikës, në situatën aktuale juridike, por edhe praktike, nuk mund të zhvillohen. Nëse do të jetë rasti kur zgjedhjet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës varësisht nga ajo çfarë do vendosi gjykata kushtetuese do të bëhen, nuk mund të bëhen në datën 9, por do duhet të zhvillohen në një datë tjetër. E kam bërë shpjegimin përse publik dhe ajo çfarë do doja të ritheksoja, përse jo, lidhet me pamundësinë ligjore për ta zhvilluar këtë proces, sepse janë një sër aspektesh të procesit zgjedhor, të cilat kërkojnë kohën e tyre. Nuk është vetëm aspekti fushatës zgjedhore, por janë edhe elemente të tjerë të procesit përgatitor apo administrues të zgjedhjeve. Regjistrimi i subjekteve zgjedhore, i kandidatëve, miratimi i listës së zgjedhësve, kontrolli i listës së zgjedhësve dhe shumë aspekte të tjera. Por të mos folur edhe për aspektin logjistik që kërkon kohën e vet, infrastruktura logjistike e këtyre zgjedhjeve. Zoti Celi Bashi, kush e ka tagrin ta caktojë një datë të re për te 9 nëntorit? Gjithmonë nëse gjykata kushtetuese do thotë po zgjedhjet mund vijojnë, sepse edhe mund t'i bllokojë përveç se i ka pezulluar. Tani kjo realisht është në fakt një situatë e re, e pa parë më parë, në kuptim të asaj që kush do duhet jetë roli gjithë secili për institucioneve në rast të një vendimarrje të caktuar të gjykatës kushtetuese. Sikurse e kam thënë dhe më parë, o gjykata kushtetuese mund të shprehet dhe besoj unë e ka në tagrin e saj për ta bërë këtë në lidhje me çfarë do të ndodhi në rastin kur ajo merr një vendim i cili rrëzon ankimin e zotit Velie, çfarë do duhet të bëj presidenti e vlerëson vetë presidentit, çfarë do duhet të bëj Këshilli i Ministrave e vlerëson Këshilli i Ministrave.
Dhe se çfarë do duhet bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do duhet ta vlerësoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sot nuk e them dot këtë, nuk kemi mundësi ta themi. Do duhet të presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Ai vendim ndoshta i ka të qarta dhe besojmë do duhet ta prezumojmë që do ta ketë qartësinë për çfarë do ndodhi më pas. Dhe në vim, secili prej 3 institucioneve që në mënyrë ose një tjetër lidhen me procesin zgjedhor, do të shikoj ka diçka për të bërë apo nuk ka. Kështu që ndoshta do të jetë më mirë të presim kur gjykata kushtetuese ta ketë marrë këtë vendim dhe të shikojmë se ku është secili prej nesh. Zoti Celibashi, shumica e ka të qartë, po ka ende një dilemë nisur nga risia që patëm 11 maj. Do të kemi vot diaspore, vot emigrantësh në këto zgjedhje, qoftë në 5 bashkitë e para më 9 nëntor dhe në bashkinë e 6 kur t'i vi radha? Jo, sepse kushtetuta dhe kodi zgjedhor nuk e parashikon ushtrimin e të drejtës së votës për votuesit banues jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në zgjedhjet vendore, në zgjedhjet për kryetar bashkie apo dhe për këshillin bashkiak. Dhe në fakt është një standard edhe në shumicën dërmuese të vendeve të tjera. Përgjithsisht diaspora voton për parlamentin, në rastin tonë për kuvendin, dhe rrallë, pak në djenin time, në njohjen time të eksperiencës së vendeve të tjera, rrallë kemi raste kur u lejohet atyre që banojnë jashtë territorit të vendit përkatës, pra diasporës të votojë edhe për të zgjedhurit vendor, për kryetar bashkie dhe për këshillin bashkiak. Kosova e ka këtë modele, aplikon, pra diaspora e Kosovës voton edhe për kryetarët e bashkisë edhe për apo komunal dhe këshillin komunal për të dyja zgjedhjet. Po janë raste të rralla në fakt dhe për djenin e teleshikuesve, ka dhe një shpjegim se përgjithsisht qeverisja vendore është më e lidhur me popullatën, me elektoratin, me banorët, dhe nëse për zgjedhjet për kuvendin, po ka sens që diaspora të ketë zërin e vet dhe të kontribuojë në zgjedhjen e qeverisë qendrore, në rastin e qeverisë lokale, qeverisë vendore, është një interes më i drejt për drejt i atyre të cilët banojnë atë territor. Se mendoj nëse, të themi, e marr si shembull, 70% apo 80% e votuesve të bashkisë së Fierit, të themi, jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, tjenë ata të cilët do të përcaktojnë se kush do të jetë kryetari i bashkisë. Ata nuk jetojnë fare aty në bashkinë e Fierit. Dhe nuk ka një lidhje direkte. Nuk ka një lidhje drejt për drejt. Në fakt shpresuam shumë që do të kishte përfaqësues në qeveri, përfaqësues parlament, por nuk ndodhi për diasporën as më 11 maj. Për të qenë korrekt. Nuk e patëm një deputet diasporës ose një ministër që erdhi nga diaspora. Po për te kësaj. Një ministër është shëndetësisë, nuk vjen nga diaspora. Më shumë se sa nga diaspora vjen nga të jetuarit jashtë. Diaspora, ata që jetojnë jashtë janë më së shumti. Për sa i përket përfaqësimit politik, nëse keni fjalën që diaspora duhet të ketë përfaqësimin e vet politik, do duhet që të ndryshojmë sistemin deri diku dhe të japim të drejtën diasporës në një numër të caktuar që të ketë përfaqësuesit e vet në parlament. Sa është numri i zgjedhjeve për datën 9 nëntor? Ka dalë një listë finale në 5 bashkitë? Listën finale nuk e kemi akoma, nëse nuk gaboj, për 2 ditë dhe lista përfundimtare e zgjedhjeve dhe do ta kemi numrin përfundimtar të zgjedhjeve në listë. Po mund të janë 100.000, 200.000? Jo, janë rreth 300 votues. Duke për llogaritë që kishim shifrën që ishte bashkë me Tiranë që ishte 1.1 milion. Duke llogaritë që këto 300-400.000 votues do të jenë thuajse të gjithë 100% që është thuajse e pamundur, por ju si administratë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve së bashku me administratën terren, por edhe me atë që nuk ju ndahen, ju ndahen në këto 3 dekada komisionerët politik, ose numëruesit politik. Premtoni që do të kemi një rezultat në 10 nëntor apo është
e pamundur? Po, gjykuar nga lloji zgjedhjeve dhe angazhimi që këto zgjedhje në tërësi kërkojnë, dhe veçanërisht procesi i numërimit dhe vlerësimit të fletëve votimit, besoj që do ta kemi rezultatin e zgjedhjeve për kryetar të këtyre bashkive brenda datës 10. Keni folur pak ditë më parë edhe për jo vetëm trendin, por edhe një epokë digjitale ku ne jemi, për praninë në zgjedhjet e 9 nëntorit për inteligjencën artificiale, për AI-n. Si e keni menduar, ose si e keni testuar, apo si mund të aplikohet? Ju thatë nuk do të shmangi procesin manual, por do t'jetë aty. Po, kjo për ta rikonfirmuar dhe njërë, rezultati, procedura ligjore është ajo që është, e numërimit dhe vlerësimit fletëve votimit, është manuale, dhe ai ngelet rezultati zyrtarit zgjedhjeve, por do të eksperimentojmë përdorimin e inteligjencës artificiale për numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit si një eksperiment. Dhe nuk do të ketë asnjë lloj domethënie në kuptim të rezultatit të zgjedhjeve, por thjesht do të testojmë se si një aplikacion i cili përdor inteligjencën artificiale mund të numërojë dhe të vlerësojë fletët e votimit në të ardhmen. Nuk do ketë asnjë impakt në rezultat. Në rezultat. Por në opinion publik do ketë, nëse do na e mbaroj për gjysore dhe këta tjerë do na duan 3 ditë ose një javë. Jo, njësoj do të dalë rezultati, sepse do të numëroj ato fletë dhe do të vlerësoj ato fletë votimit të cilët kalojnë në kamera dhe do ta marrë dhe ai atë kohën. Nuk po flasim që në momentin e votimit të gjende një mundësi për të lexuar fletën e votimit dhe pastaj kur ndalonte procesi të shpallin rezultatin. Kështu që në kuptim të kohës do të jetë e njëjta. Do të jetë e njëjta. Ajo çfarë duam të tregojmë është saktësia, pra edhe për të evituar ato pasaktësisë, po e përkufizoj kështu, të procesit të numërimit nga grupet e numërimit. Zoti Celibashi, sa kandidatë janë regjistruar deri më tani, qoftë ata politik, ata të pavarur, ata të mbështetur nga qytetarët, nga elektorati, dhe për këta kandidat i keni trokitur prokurorisë për efekt ligjit të kriminalizimit që të bëjë një kontroll, një check, një filter? Deri tani nuk kemi regjistruar asnjë kandidat, kemi regjistruar, nëse nuk e bëj, 6 parti politike, 2 komitete nismëtar për regjistrim kandidatësh të pavarur, por procesi i regjistrimit të kandidatëve akoma nuk ka filluar dhe nuk ka përfunduar. Por patjetër do të ndjekim gjitha procedurat që lidhen me verifikimin e figurës këtyre kandidatëve për kryetar bashkie. Në këto zgjedhje doli edhe termi i pavarur, pra ndoshta me suportin politik në distancë, por jo nga një logo e një partie politike. Këtyre i duhet vetëm firma e komitetit nismëtar apo i duhet edhe firma e qytetarëve? Po themi 1000 firma, 2000, 3000, 5000 në varësi të zonës apo të bashkisë ku kandidon. Ta do duhet të mbledhin në shkrime, për ashtu rastin nëse në njëri prej tyre është i zgjedhur edhe është antar këshilli ose kryetar bashkie, ai nuk ka nevojë për të mbledhur në shkrime, ose është deputet, themi. Gjithë tjerë duhet të nënshtrohen. Për ndryshe do duhet të mbledhin në shkrime, që shkojnë në 1% të numrit të zgjedhësve në listë, dhe në çdo rast më pak se 50 votues. Kush do të verifikojë këto në shkrime? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë rastësore do të me kampion. Ishte kjo pjesa e parë e intervistës me zotin Celibashi, do të kalojmë në pak momente publicitet për të rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë të intervistës, zoti Celibashi do të japë përgjigje për faturën ekonomike e këtij procesi dhe nga ana tjetër nëse do të kemi apo jo një KQZ e cila do të nxjerrë rezultatin në mënyrë të shpejtë e nga ana tjetër si administrohen parat publike. Këto parti që marrin para, shumica e tyre, thot Celibashi, nuk i gjendet as adresa, por pse i lejon ligji e nga ana tjetër cilat janë zgjedhjet që ai vlerëson me notën më të mirë apo maksimale, le t'i ndjekim përgjigjet. Përpara 11 majit, së bashku me SPAK, Prokurinë e Posaçme, Prokurinë e Përgjithshme, ju
firmosët ndërtua dhe patët strukturën e integritetit të procesit zgjedhor, pra integritetit të votës, pastërtisë për mos të ndikuar nga krimi, nga paraja e pisët, nga cënimi apo deformimi i saj. Por në këto zgjedhje të 9 nëntorit, kush do të jetë struktura që do të garantojë integritetin e votës ose edhe të procesit, se është proces gjithëpërfshirës, para, pas elektoral, para votimit, pas votimit. Shiko, edhe nëse nuk do ta kishim organizuar bashkëpunimin ligjor dhe ndërinstitucional, KQZ, SPAK, Prokuroria e Përgjithshme, ashtu sikurse edhe Policia e Shtetit, po drejt, ashtu sikurse e bëm dhe patëm në zgjedhjet e 11 majit, përsëri secili prej të 4 institucioneve nuk do të cedonte nga ushtrimi i përgjegjësive të tyre, për sa i kanë këto përgjegjësi në kuptim të përgatitjes dhe ruajtjes integritetit të procesit zgjedhor. Pra, nuk është se në vetvete ajo strukturë që ne ndërtuam dhe pa të zgjedhjet nuk do të kishin integritet. Nuk do të kishin integritet. A ishte një mënyrë që ne e menduam të dobishme dhe për mendimin tim jam i bindur për këtë, plotësisht funksionoi për të dhënë një impakt pozitiv në integritetin e procesit zgjedhor. Në fakt, shpesh edhe SPAK e ka komentuar efekti i asaj strukture ishte parandalues. E dha efektin parandalues, po them ship frika ruan vreshtin. Unë besoj që po, jam i bindur personalisht edhe institucionalisht që e pati atë impakt. Tani nuk e di Politika është e paknaqur, po. Se çfarë do duhet të ishte bërë ndryshe, realisht nuk di ta them këtë gjë, por nuk mendoj që ajo mënyrë të organizuarit, po qoftë edhe sikurse thash, edhe pa e patur atë mënyrë organizimi, SPAK ishte pushim ato ditë, Prokuroria e Përgjithshme ishte pushim ato ditë, apo Policia e Shtetit ishte pushim ato ditë. U përpoqëm së bashku për të sjellë në vëmendjen e kujdo që ne kemi vëmendje ndaj procesit zgjedhor. Tash ngele diskutimi sa e përfillën apo nuk e përfillën ata të cilët nuk kishin qëllime të mira për procesin zgjedhor. Këtë askush nuk e mat dot. Ose nuk e thot dot me siguri. Pra, sipas jush përgjigjja është edhe më 9 nëntor do të jenë po të njëjtat struktura që do ta sigurojnë integritetin? Absolutisht po, jam i sigurt që nuk SPAK do ketë një vëmendje të shtuar për këtë proces zgjedhor. Janë zgjedhje. Natyrisht që në kuptim të angazhimit të resurseve njerëzore, e infrastrukturës tjetër, natyrisht nuk do të jetë njësoj sa ajo e zgjedhjeve të 11 majit. Po kështu dhe Prokuroria e Përgjithshme, po kështu dhe Policia e Shtetit, besoj. Zoti Celibashi, në intervistën e fundit këtu në zyrën tuaj kemi folur për një kosto të votës, diku ndërmjet 40-50 euro ishte vota e diasporës në varësi të distancave. Po fatura e 5 nëntorit, sa kushton një votë? Është barabart një vot në Cerrik, në Berat, në Tepelen, në Vlorë. Në kuptimin financiar, po njësoj është, është një mesatare që llogaritet. Sa është kosto e një vote? Nëse nuk gaboj shkon tek 11 pikca euro për vot. Pra plus minus ke. Nuk kemi votimin nga jashtë në këto zgjedhje, nuk kemi prandaj është edhe më lirë. Do të aplikoni në mënyrë eksperimentale inteligjencën artificiale, por pse ende në 2025-ën në eksperiencë të fituar ndër vite, por e projekt pilot, nuk kemi votimin elektronik. Kushton më shumë se kaq, e pengon politika, jemi të prapambetur në teknologjia, po në fakt nuk duket se ka qenë problem Kosovë, sepse nga ajo çfarë edhe është komunikuar dhe publikisht si Kuvendi i Shqipërisë ashtu dhe qeveria shqiptare ka qenë e gatshme për ta financuar votimin, shtrirjen e votimit elektronik edhe në disa njësi të tjera zgjedhore në qarqe. Por mungesa e besimit të plotë, se nuk mund të them që ekziston mosbesimi,
po i besimit të plot nga një pjesë e politikës në këtë proces, ka bërë atë që ne të mos e aplikojmë votimin elektronik në një shkallë të gjerë. Zgjedhjet e fundit, besoj, kanë bindur akoma dhe më shumë edhe skeptik të tjerë që në kuptim të integritetit dhe disa avantazheve të tjera që ka kjo mënyrë votimi, do t'ja vlente që ta zgjeronin. Gjithsesi, është një vendim i politikës dhe këtë e bëra me dije në kuptim të shpejtësisë që kohës që politika duhet ta marrë këtë vendim edhe në një takim të para disa ditëve që lidhej me një aktivitet të Komisionit Venecës dhe Kuvendit të Shqipërisë, që shumë e rëndësishme që për këtë, po dhe për shumë aspekte tjera, politika duhet vendosi sa më shpejt. Do ta shtri, mirë, nuk do ta shtri. Ju njihni thuajse të gjitha palët në opozitë, majorancë në drejtimin e tyre. Nuk besojnë as PS-ja, as PD-ja në këtë proces, apo sipas interesit herë njëra herë tjetra? Tani, nxitse mes ç'kam parë unë dhe në djenin time për përdorimin dhe futjen e teknologjisë informacionit në procesin zgjedhor, ka qenë më së shumti vitet e shkuara opozita. Sot duket opozita e kohës, ka qenë Partia Demokratike dhe atëherë, kur e kanë nxitur këtë ide. Sot duket që majoranca është pro më shumë se opozita për këtë proces, por nuk mund ta them që opozita është mosbesuese, ka të skepticizmin e vet, kërkon disa garanci më shumë që do duhet të vlerësohen. Çfarë do duhet të ndryshojmë nëse vendosim që ta shtrim votimin elektronik? Në këto zgjedhje do të ketë votim elektronik në ndonjë prej 5 bashkive? Jo, në një prej 5 bashkive, ndonjë prej 5 bashkive nuk do të ketë votim elektronik. As në këzazët veçantë? Kemi bërë këtë diskutim dhe me stafin e brendshëm edhe na ka rezultuar që nuk do përcillte në dobi të shtuar nëse do të aplikoni. Shto këtu dhe kohën e shumë pak në dispozicion për ta përgatitur këtë proces. Në raportin 2024 që ju prezantuat në parlament, kishe një konstatim të drejtë që jo shpesher, por ju dhat një përgjigje që kemi arritur në një pikë sa deri para pak kohësh gjendim dikë në për këtë zyra në këtë administratë, tani nuk gjejmë as kryetarin. Flas këtu për auditimin e financave të partive. Si humbin gjurmët, si zhduken? Sepse kur i marrin parat këta gjenden, janë të aksesueshëm. Kur i vjen momenti për të dhënë llogari, si kanë ata që marrin para i gjen në fakt për fat në një mënyrë ata që marrin parat, sepse edhe numri i atyre subjekteve të cilat përfitojnë financimin nga shteti janë relativisht i vogël të themi, ose janë parti që ekzistojnë realisht, kanë aktivitet politik, janë funksionale. Diskutimi ngelet për ato parti të tjera, të cilat se nuk marrin vetëm, ato kanë detyrim për të raportuar për çdo para që marrin, publike ose jo publike, të tregojnë se po nga i marrin, si i shpenzojnë e të tjera si këto. Dhe për një numër të madh ndërmues partive politike, ne nuk kemi mundësi që as të komunikojmë me ta, nuk e dim, ekzistojnë apo nuk ekzistojnë realisht. Ndonjëherë ti shikon që nënshkruajnë deklarata, kanë komunikime publike. Bëjnë marrëveshje politike, bëjnë koalicione, bëjnë përfshirë në koalicione, janë prezent në media, por në fakt nuk i përgjigjen pasaj gjitha detyrimeve që kanë, veçanërisht atyre për financimin. Dhe kjo është një gjë që duhet ndryshojë absolutisht. Është kohë e shpenzuar nga KQZ-ja, njerëz, para për diçka që nuk po them ti nxjerrim me as ligjit, po ç'vlerë ka një parti kur nuk ekziston, nuk është funksionale, se partia po s'pati raport me KQZ-n. E vërtetë është. I biskas me zgjedhësit pastaj. Në një eksperiencë tonë të konsultuar në Finland, partitë që nuk merrnin pjesë në zgjedhje konsideroheshin që nuk ekzistonin. Ato funksiononin si organizata, mblidheshin, mund të ushtronin. Një OJF. Pak a shumë, por nëse ti dohet merre pjesë në zgjedhje, duhet të riregjistrohesh përsëri si parti politike. Në gjykatë.
Po, gjykat, ata kishin në një institucion tjetër, nëse nuk e bëj. Rikthehemi prapë tek zgjedhjet e 5 nëntorit. Ju e keni patur këtë pyetje edhe në komision të ligjeve, por lidhur nga një realitet shqiptar ku nepotizmi është i pranishëm me administratën, e mos shumti administratën lokale, aq sa ne edhe votën diasporës ja kemi hequr për shkak se duhet ketë një lidhje, po përfshirja e administratës në procesin para votimit, pra në fushata, në takime, në grupe të mbështetjes kandidatëve, si do shmanget zoti Celibashi? Nuk po them si do monitorohet, se ju i monitoroni, ju i keni denoncuar, i keni gjobitur, po si do shmanget, apo jemi ende larg? Ka shumë nevojë që këtë aspekt të procesit zgjedhor ne do duhet ta rishkruajmë në kuadër të reformës së ardhshme zgjedhore. Pra do duhet i përcaktojmë më qartë ku janë kufijtë administratës publike e veprimit të saj në gjatë periudhës zgjedhore. Unë them që krahasuar me shumë vite të shkuara, situata është ndryshe, por qartazi veçanërisht se duhet ta marrim të mirëqenë atë çfarë thonë vëzhguesi ndërkombëtar. Dhe sa kohë që vëzhguesi ndërkombëtar veçanërisht Osobeu Odiri thotë që ka patur probleme që lidhen me sjelljen e institucioneve publike në fushat zgjedhore, do thotë që ky problem ekziston dhe do duhet ta adresojmë. Por tek saj lidhet shumë edhe me vetë ndërgjegjësimin. Po kur ja kërkon e prori dhe shefi, si të bëj? Po duhet, po pikërisht po them që o duhet ta rregullojmë dhe do duhet rregullohet me pikpamja ligjore, po duhet, në fakt nuk duhet të ngatrojmë aspektin e të drejtës së administratës dhe funksionarëve për të marrë pjesë. Absolutisht për të mbështetur, për të votuar. Këtu po flasim për atë ndikimin e pa drejtë që ata bëjnë, por që po. Për oraret punës. Se pas orarit punës është i lirë kush do të shkojë. Jo, më shumë të bindjet e tij. Edhe në oraret të punës, sidomos në këto zgjedhje të fundit, nuk është se kemi konstatuar që administrata linte zyra dhe dilte në miting. Problemi është që çfarë impakti ka në drejtuesit e administratës mbi stafin që ka në varësi në raport me votën kur dalin nga zyra pasaj. Çfarë bëjnë? I kërkojnë llogari shoh merr 2 vota këtu, 3 vota atje, 4 vota këtu. Listat, patronazhimi. Ky është problemi që është objekti i diskutimit. Zoti Celibashi, këto zgjedhjet e 5 nëntorit, por edhe Tiranës që pritet të kenë një datë nëse do të kenë, janë zgjedhjet e parafundit të mandatit tuaj, pasi në 2027 ju do të keni sërish kalimin e 61 bashkive në proces rizgjedhje ose rikonfirmimi. Në gjithë këtë eksperiencë në më shumë se sa 2 dekada, mund t'i vendosni një notë, jam treguar pak, po them susi ashpër nga 1 tek 10, se mund t'ishte nga 4 ke 10, po një notë zgjedhjeve ose nën 5 ngjelës janë të gjitha. Kujt palë zgjedhjeve i vendosni një notë të kënaqshme? Se shumë mirë zorë se kemi zgjedhje në Shqipëri. Përveç faktit mirë që nuk jemi tek ajo zgjedhje me vrasje, zgjedhje me gjake, zgjedhje e dhunshme, fatmirësisht ka një reduktim. Po nga ana e procesit administrativ, këtë zgjedhje ju në CV-n tuaj do t'i rendisni me një notë nga 1 tek 10 më të mirë. Në pikpamjet të organizimit të zgjedhjeve keni fjalën? Absolutisht po. Të organizimit. Tani t'i vë notë vetes e bëjnë në fakt, nuk është se kanë dhe kaq vështirë, po nuk është se do kishte shumë kuptim. Shiko, zgjedhjet e vitit 2005 në vlerësimin tim, po dhe jo vetëm në vlerësimin tim, ndoshta janë zgjedhjet më të mira që janë organizuar, zgjedhjet e vitit 2005. Pastaj, në aspektin
mënyrës se si janë organizuar, se si janë menaxhuar, se si janë administruar, zgjedhja e vitit 2021 po t'i rendisja si edhe performancën më të mirë profesionale timen përse i përket procesit zgjedhor. Të nderuar shikues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për fakt check të premte, dedikuar raportit OSBE ODIHR, procesit zgjedhor të 9 nëntorit e nga ana tjetër të drejtës së votës, ku për herë të parë diaspora e cila votoi më 11 maj në këto zgjedhje është e përjashtuar, pasi kështu e ka ligji shqiptar. Ka mjaft vende të tjera të cilët ja njohin të drejtën qytetarëve të votojnë edhe për kuvendin, edhe për pushtetin lokal, për kryetarët e bashkisë apo këshilla bashkiake. Shqipëria nuk e ka këtë. Këto e gjitha materialet e transmetuara do t'i gjeni në rrjetet tona sociale dhe në kanalin zyrtar të mcntv.al në YouTube. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru takofshim të premten e ardhshme.